Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci zhvilloi sot një vizitë në repartin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, ku falenderoi efektivët për përkushtimin dhe punën e jashtëzakonshme që kanë bërë gjatë gjithë vitit, veçanërisht në këtë periudhë me temperatura të larta dhe rrezik të shtuar nga zjarret. Gjatë takimit ai dorëzoi edhe një automjet të ri për emergjenca civile në funksion të forcimit të kapaciteteve të repartit, ndërsa i siguroi efektivët për mbështetjen e vazhdueshme të Bashkisë Shkodër dhe qeverisë shqiptare. Unë kam marrë me shpreh mbështetjen, konsideratën dhe vlerësimin e madh që kemi. Edhe kemi sytë të ju gjatë gjithë kohës. E dim që jeni në një punë që është me rrezik, e dim që jeni gjithmonë kudo ndodhur, po unë sinqerisht do më thonë që unë jam krenar sekretar bashkie për këtë ekip mrekullueshëm që keni. Nuk është vetëm investimet që e bëjnë një bashki, po në fundit një bashki të mirë edhe të vlefshme për një qytet e bëjnë dhe njerëzit, për mu njerëz si puna juaj që i dalin rrezikur përpara, që jeni gjithmonë të gatshëm në sakrificë për me ju gjend, edhe kjo është me thënë drejtën për mu një rezultat relativisht i mirë që kemi pas si bashki për ekipin që keni. Dhe një nga arsyet që erdha është edhe për të shprehur mbështetjen, jo vetëm vlerësimin, por mbështetjen e bashkisë për këtë kohë që është një kohë shumë e vështirë, kemi dhe një kohë me shumë rrezik dhe që do duhet ta përballojmë me sukses siç e kena përballuar deri tash. Nga informacionet që kam janë rreth 320 ndërhyrje që ka pas gjatë këtij viti deri tani, që ju e keni realizuar me sukses dhe ju përgëzoj. Sigurisht, siç jam informuar, pjesa e makinerive, e pajisjeve është gjithmonë në gatishmëri dhe ekipet janë të gjitha në gatishmëri, por uroj dhe kërkoj që ta vazhdojmë me këtë temp edhe këtë muaj, që është besoj edhe gusht do të jetë një muaj i rrezikshëm për sa i përket zjarreve. Nga ana e bashkisë do të keni mbështetjen e plot, ne jemi me sytë e ju gjatë gjithë kohës, unë mbaj komunikime drejt për drejta me grupin që kemi të emergjencave civile. Sot sollëm edhe një makinë forestrat, pick-up, që të jetë e mundur për ndërhyrje të shpejta. Nga ana e qeverisë keni pas mbështetjen, besoj e keni dëgjuar edhe kryeministri drejt për drejt ka qenë i interesuar dhe mbështetës për forcat e zjarfikseve nëpërmjet edhe pagese një rrogë shpërblim që së shpejti do të jepet. Kjo është më tepër një tregues për vëmendjen, për respektin, për vlerësimin që ka edhe qeveria, po edhe bashkia shumë për punën tuaj. Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci u kërkoi zjarfikësve të vijojnë me të njëjtën gatishmëri maksimale dhe gjatë muajit gusht, duke theksuar se ky mbetet një nga muajt më sfidues për përballimin e emergjencave nga zjarret. Në përfundim ai shprehu mirënjohjen për sakrificën dhe profesionalizmin e tyre, duke nënvizuar se puna e zjarfikësve është një garanci për sigurinë e qytetarëve dhe mbrojtjen e pasurive publike dhe natyrore.